Burri kur e ka fol një fjalë, s'është për shembull ke netën çat fjalë tina. Tash ti këto treja të mohojnë, jo, s'është e vërtet, jo, shtyhen me burra. Ajo te na përpara s'ka qenë. Tash është pak një mënyrë pak ma tjetër. Nuk është ai më i keq është. Nuk respektohet burri çu respektu përpara. Po ti, çfarë mesazhi më jodon se tash s'të dëgjojnë, kërkosh të dëgjon apo të vetën e bojnë. Kështu që vazhdoni mas mirë, ja? Vazhdoni qysh. Po, nashta vazhdojnë dikush, qofse ka mend vazhdon, qofse jo. Sa po mbështetet një grua? Nuk, s'po di sa mbështetet. S'po di sa mbështetet. Po jetojmë që tratë këtu, si e shenë përgjithësi? Përgjithësi mirë është. Trajtimin mirë, unë s'po di tash tema për çfarë trajtimi. Tema është sa po trajtohet një grua në vendin kur duhet, ajo dhe më thënë, kur i merë ato gjitha që i duhet një gruas mi pas. Dhe më thënë, a trajtohet në vendin e duhur, momente kur shkon në punë, në shtëpi. Po, unë për veti unë po. Për tjerë nuk muj me dhëmë përgjegje. Mirë, ti? Unë për veti po, si në punë trajtimin e mirë e kom, si në shtëpi e kom trajtimin e mirë. Ljumë si ti, po kemi edhe për atyre që nuk trajtohen mirë pikrove, ato nuk i di, për besë. S'muj me ju dhonë përgjegje për tjerë, për veti unë trajtona jashtëzakonisht mirë. Po nëse të pyes për lidhjet, sot gratë, sa po të më thënë po respektojnë burrat? Qysh sa? Sa po i respektojnë burrat gratë sot? Falla e unë e kom respektu timin jashtëzakonisht, e tash nuk e di, tash është pak një mënyrë pak ma tjetër. Nuk është ai më i keq është, nuk respektohet burri qysh respektu përpara. Që të dasha me ditë, pse se respektuat qysh respektu ma herët burri? Po, ku di unë e pse, na i kemi pas sigurisht tjetër kohë ka qenë koha jonë. Për shembull, burri kur e ka fol një fjalë, s'është për shembull ke netën çat fjalë tina. Tash ti këto treja të mohojnë, jo, s'është e vërtet, jo, shtyhen me burra. Ajo te na përpara s'ka qenë. Shtyhen me burra, a mund të kanë para bart një grua me burr? Ja. Kohën time jo, gjithmonë burri ka qenë një shkallë më lart. E pse këto të rejat kërkojnë bukojnë para bart? E kur kërkojnë për punë, thënë jo, as muna mi bo punë të burra. Pse nuk e di. Nuk e di, për besë, sun të adho përgjegjen për tjerë. Mirë, ti, a mundësh një punë të burrit mi bo, s'far punë bona aje? Muj. Cilat punë mundësh të bo ti? Muj me bo, unë shembull e kom pas burrin e operum, u duft me bajt diçka rënd e kom bajt, unë se kom ljon burrin me bajt. Ljomt. Dërtimtari, a mundësh e punu ti? Jo. Për shë që s'puna me punë të njëta. Jo. A të rikove një moment me bashkëtorën kur ka qenë kohën e vështirë. Sa mirë që ke qëndru afer. Unë mendoj që ka të rrallë gjëra të krasë që në momentet vështira ndoshta po i shojmë pak edhe interes lidhjet. Po, ka interes, unë s'kom pas interes. Unë e kom dashtë dhe kom vazhdu jetën me te qashtu. Kjo është ma e mira, në mas vështira i tërgove që ti ke qëndru afer bashkëtortit. Po. Sot sa është mirë njës bashkëtorti. Bashkëtortin se kom njetë. Nuk e kom njetë bashkëtortin që 18 vite më ka hu, 50 vjeçar, ka qenë prej zemrës, shto që i kom fëmin, kom 2 margaritar, kom mesa, nip, dhe knashna me ta. Ka be do një peng me bashkëtortin e ndjerë? Do një peng që s'keni mund të më realizu, sa ka qenë gjatë? Kreti kom realizu. Kreti kom realizu. Për 30 vite kreti kom realizu. Një mesazh që ta grave, femrave, që a kështë të thonë që kam i shërby për jetë? S'po di çfarë mesazhi më jo dhonë grave, s'po di. Le ta jetojnë jetën, ç'është është mas mirë ti. S'po di çfarë mesazhi më jo dhonë, se tash s'të dëgjojnë, kërkosh të dëgjon apo të vetën e bojnë. Kështu që vazhdoni mas mirë, ja? Vazhdoni qysh. Po, nashta vazhdojnë dikush, qofse ka mend vazhdon, qofse jo. Pyroj shëndet, që dorën, shnetë gëzime, faleminderit.